Mund duket pak si Leonard Cohen me një këngë? Po, atë unë e kam shumë E ke? Jo, janë... Është një këngë e ti, e xhiruar në pyll, që fillon me një, nuk po them që është e kopjuar, është frymësim. E kam gjetur? No. Jo, nuk është, tash se the për zërin tim edhe për gjendjen. Unë jam natyrë shumë romantike. Ndikimi është sigurisht ke të gjithë këngëtarët e atij lloji, të themi. Nuk mund të them Phil Collins apo Leonard Cohen, nuk i vej dot në peshore, se secili ka veçantinë e vet, ka atë individualitetin e vet. Po, romancën e vet, janë gjithë romantik, e kupton në fund. Dhe them që unë jam Eran Sojli, kaq. Edhe ashtu si e ndjej unë, atë gjën nuk mund ta ndjej as Leonard Cohen, as kur kush tjetër. Në fakt është e vërtetë se kur krahasohen me këto këngëtarë që janë botëror, thua ka diçka tek zëri yt. Kur do ta dërgoj atë këngën ta dëgjosh. Është rastësi e universit, patjetër. Patjetër. E sigurt, por që ka diçka mënyra e të kënduarit, mua më ngjason me Leonard Cohen. E ke të preferuar? Po, patjetër. Po patjetër. Kush nuk e ka të preferuar? Leonard Cohen është kapsh, nuk merr vesh. Po. Sidomos muzikën e natës e ka. Ose është AI. Ke provuar ndonjëherë të këndosh? Me Randin në një çfarë? Me Randin. Në Vodvili kemi parë një. Po. Mariana këndon shumë bukur. Këndon bukur? Por nuk e merr përsipër atë pjesë, e kupton, sepse... Po pse, ndoshta ka nevojë për një shtyp? Jo, shtyje sa dush, sa herë kam shtyju në deshkaranga skena prap s'ka kënu.